Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man wala. Falendrimet dhe lavdrimet janë vetëm për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet tona janë për zotrinë e njerëzimit, për Muhamedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e pasojnë me dinjitet gjën amshëm. Të nderuar vëllezër dhe motra, agjërues të respektuar. Paragjykimet janë të urryera për shkak të qëndrimeve të gabuara që reflektojnë. Paragjykimet janë ato që bartin fajin dhe përgjegjësinë kryesore për atë se ende në botë ka intolerancë, konflikt dhe luftra. Paragjykimet rënojnë urat e komunikimit dhe thellojnë hendeqet e mirëkuptimit ndërmjet njerëzve. Fatkeqësisht, paragjykimet janë ato që kanë shkatëruar tolerancën fetare. Janë ato që për shkak të disa njerëzve me qëllime dhe ambicie të ulta, cilët nuk ndalen së propaganduari kundër një gjeje të caktuar, ndikojnë që njerëzit krijojnë bindje, qëndrime, botkuptime të gabuara për një gjë të caktuar. Kësaj fatkeqësisht për shkak të një grupi njerëzish, cilët nuk ndalen së akuzuari, së fyeri, nuk ndalen së shpifuri ndaj Islamit, një grup i njerëzve, i jo muslimanëve, jo vetëm që nuk e kanë pranuar Islamin, por se ata kanë krijuar një bindje se Islami është sinonim i dhunës, sinonim i vrasjes, sinonim i intolerancës. Është më së vërtetë se këto bindje, ose për shkak të propagandës që ka ekzistuar edhe më parë, njerëzit edhe në të kaluarën kanë patur bindje të tilla për Islamin. Këtë do t'ua dokumentoj me një rast nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Njëri nga dietarët i quajtur me emrin Ibn Kathir përmend në librin e tij Al-Bidaya wa An-Nihaya, fillimi dhe mbarimi, storien ose rrëfimin për jetën e njërit prej shokëve të dërguarit të Allahut, Tufail ibn Amr ad-Dusit. Ka qenë njeri respektuar në fisin e tij, njeri me pozitë dhe nan. Kishte ardhur në Mekë, dhe në kohën kur kishte ardhur në Mekë, i dhujtarët e kishin dalë dhe kishin biseduar me të. I kishin thënë fjalë të këqija për Muhamedit alayhi salam dhe për Islamin. I kishin thënë, i kishin bërë presion aq të madh saqë Tufaili nga frika se do të ndikohet nga fjalët e këtij njeriu që mbase për shkak të atyre fjalëve që i tha e paragjykoi si të keq, Tufaili kishte vënë pambuk në veshët e tij. Nuk donte që ta dëgjonte Muhamedit alayhi salatu wassalam. Shkoi tek Kabeja dhe e pa Muhamedit alayhi salam. U afrua afër tij dhe dëgjoi atë që Muhamedi alayhi salatu wassalam e këndonte. Tha në vete, pasha Allahun, unë jam poet dhe di ta dalloj të vërtetën nga e shpifura. Kështu që do ta dëgjoj çfarë thot ky që po pretendon se është profet. Dhe në qoftë se është e mirë, do ta pranoj, çfarë humbi nëse e pranoj. Ndërsa nëse është e keqe, do të refuzoj. E dëgjoi Muhamedit alayhi salatu wassalam duke lexuar Kur'an. Dhe pasi që e mbaroi Muhamedi alayhi salam Kur'anin dhe shkoi në shtëpinë e tij, Tufaili i u vu pas. Hyri në shtëpinë e tij dhe i tha: "O Muhammed, vërtet populli yt më falën për ty fjalë të rënda. Thanë për ty fjalë që vërtet mua më bindën se nuk je njeri i mirë. Dhe unë erdha tek ti, të pash duke u falur, dëgjova atë që këndoje, dhe u binda se puna qëndron ndryshe. Të lutem, më prezanto çështjen tënde." Muhamedi alayhi salatu wassalam ja prezantoi Islamin
dhe ja lexoj disa ajete kuranore, disa vargje nga Kurani famadh, dhe Tufejli aty për aty e pranon Islamin. Të nderuar vëllezër dhe motra, e shehni se si propaganda kundër Islamit ka qenë çmoti. Ajo ka ndryshuar vetëm në formë dhe mënyra. Ajo vazhdon edhe sot e kësaj dite për shkak të njerëzve të këqij, për shkak të njerëzve që, siç do thoshte Eduard Saidi, duan që kërcënimin islam ta bëjnë si agjend të ditës, si problem ditor, si problem që i kërcënon vazhdimisht. Janë ata që nëpërmjet medjave mundohen Islamin ta shpallin ose ta portretizojnë si diçka që është i frikshëm, si diçka që është i tmerrshëm, i llahtarshëm, por e vërteta qëndron ndryshe. Të nderuar, nëse ne do ta merrnim një shembull nga jeta e përditshme, nëse një musliman do ta bënte një mëkat, një krim, një gabim, atëherë mediat do ta stërzmadhojnë atë, do ta rrisin atë. Thuaj se ky njeri e ka shkatëruar tërë njerëzimin. Ta zëm nëse një musliman ka më shumë se një grua, atëherë do të ngriten në këmbë, do thonë se kjo është padrejtësi, është shkelje së drejtës së gruas, kjo është dhunë, ndërsa ne jemi dëshmitar se femra në perëndim nuk është asgjë më shumë se sa një mall tregtie. E dini se sot industria që ka të bëjë me femrën është industria fatkeqësisht më profitabile në botë. Sot me lejen Allahu xhelle wala do të mundohem që para jush të përmend disa nga pikët ku Islami është atakuar nga të tjerat dhe cilat janë prezantuar si pika negative të Islamit, çka përpasoj ka patur këtë që një grup njerëzish të krijojnë bindje se kinse Islami është fe e gjakut, fe që dëshiron të vret, të mbyt, fe e dhunës. E para kemi të bëjmë me konceptin e xhihadit. Xhihadin e kanë përshkruar se një luftë e keqe. E kanë përshkruar si sinonim e asaj që kundërmon vetëm tym dhe gjak. Xhihadin e kanë zhveshur nga domethënia e tij esenciale. Xhihadi është një luftë, por në radhë të parë nënkupton një luftë ndaj nefsit, ndaj të keqes, një luftë ndaj asaj që njeriu e devion, e lajthit, e largon nga rruga e drejtë. Xhihadi është një luftë kundër të këqinjve, kundër tiranëve, kundër despotëve, kundër atyre që nuk ja duan të mirën shoqërisë. Islami ka ardhur që nëpërmjet xhihadit njeriu t'i rikthejë dinjitetin e tij. E dini, keni dëgjuar që në historinë islame ekziston një parullë ose një moto e cila njëherë është edhe mision islam. Ne kemi ardhur që nxjerrim njerëzit nga adhurimi i njerëzve në adhurimin e Zotit të njerëzve. Islami nuk është një fe e cila imponon besimin. Allahu shumë qartë ka thënë në Kur'an, la ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe. E si njerëzit vazhdojnë të na akuzojnë se Islami është një fe që imponohet. Do t'u marr një shembull nga jeta jone e përditshme. Nëse Islamin të kaluarën qenë ka përhap me dhunë, me shpatë, atëherë përse sot kur fuqia ushtarake nuk është në dorën e muslimanëve? Përse sot feja me rritjen më dinamike, më të madhe, mbetet Islami? Sot fuqia është në anën e të krishterëve, por feja që rritet më shumë, feja që përqafohet më shumë, është feja islame. Pra, është si thuash një keq interpretim i qëllimshëm i xhihadit në Islam. Pika e dytë ku Islamin e kanë atakuar dhe ne të nderuar vëllezër, po mundohemi që maksimalisht përmendim vetëm disa prej pikave që janë më të ndjeshme të ndryshe, ka një listë të gjatë të këtyre pikave ku është atakuar, ku është sulmuar Islami. Por se do të fokusohemi për shkak të kohës në pikat që janë më të ndjeshme. Kanë thënë se Islami është një fe
intolerante ndaj feve tjera. Është çudi. Ata të cilët do ta lexonin Kur'anin nuk do ta besonin kurrë gjë të tillë. Ata të cilët do ta shfletonin Kur'anin, ata të cilët do të flisnin për Islamin prej vetë Islamit, nuk do të mendonin kështu. Nga se Allahu xhallahu ala ka obliguar që besimi ynë të jetë në gjithë profetët. Asnjë musliman, absolutisht asnjë musliman nuk mund të jetë musliman në qovë se ai nuk i beson të gjithë profetët. Në qovë se ai nuk e beson Isan a.s., nuk e beson Musan a.s., nuk e beson Ibrahimin a.s. dhe të gjithë profetët. Allahu ka thënë: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi." I dërguari dhe besimtarët kanë besuar në atë që i është shpall prej Allahut xhallahu ala. Dhe gjithë kanë besuar në Allahun, në melajket e tij, në librat e tij, në dërguarit. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Ne nuk bëjmë dallim ndërmjet dërguarve të Allahut. Asnjë musliman nuk guxon që për shkak se jo muslimanët e kanë sharë dhe kanë ofenduar Muhammedin alayhis salam, ta shaj Isan, do të ditë prej feje, do të ishte një prej mëkateve më të mëdha. Pra, problemi qëndron se ata kanë keq interpretuar mesazhin islam. Islami është një fe e cila ka një lidhje jashtëzakonisht interesante në kuptimin vertikal me profetët. Pejgamberi alayhis salatu wassalam me një shembull të jetë brillant, me një shembull shumë të mirë, ka arritur që para nesh ta paraqes këtë lidhje ndërmjet profetëve. Thot Muhamedi alayhis salatu wassalam: "Ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fi ad-dunya wal akhirah." Un jam njeriu që kam më së shumti të drejtë në Isan, në këtë botë dhe në botën tjetër. Përse? Për arsye se, thot Muhamedi alayhis salatu wassalam, "Wal anbiya'u ikhwatun li'allat." Për arsye se profetët janë sikurse vëllezër nga babai. Nënat i kanë të ndryshme, ndërsa fenë kanë një. Pra, burimet, legjislacioni i tyre mund të jetë ndryshëm, por se burimi mbetet një. Islami, për ta dëshmuar këtë, na ka urdhëruar që në momentet kur ne dialogojmë me ta, të jemi gjithnjë të sinqert, të thrasim më të mirë. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Dhe jo mos polemizoni ndryshe me jo muslimanët vetëm se duke bërë këtë në formën më të mirë të mundshme. Të nderuar vëllezër dhe motra, jo muslimanët e kanë atakuar Islamin edhe në çështjen e femrës. Kanë thënë se muslimanët i kanë bërë padrejtësi femrës, e kanë shkelur të drejtën e saj. Unë do doja që për ta kuptuar të vërtetën, të shërbehem me dy fjalë. E para fjala e një dietar musliman që ka të bëjë me pozitën e femrës në Islam, dhe e dyta fjala e një dietari tjetër që flet për pozitën e femrës në Perëndim. Thot Sheikh Abu Bakr Khalid Abu Bakr: "Është e çuditshme puna e femrës në Islam. Kur ajo është foshnjë, ja siguron babait të saj xhenetin. Kur ajo është grua, është gjysma e fesë së burrit. Dhe kur ajo është nën, xheneti është nën këmbët e saj." Ndërsa për të pasqyruar pozitën e saj, pozitën e femrës në Perëndim, Sheikhu Omar Abdul Kafi thot kësaj: "Liria e femrës në Perëndim nënkupton liri e arritjes tek femra." Pra, qëllimi i lirive të femrës në Perëndim ka të bëjë me lirin e arritjes tek femra, dhe ne jemi dëshmitar të kësaj zhveshje, kësaj shturje, kësaj lakuritësie. Të nderuar vëllezër dhe motra, sigurisht se në përmbyllje të kësaj ligjërate do të shtrohen një pyetje: atëherë si të veprojmë? Si t'i zhdukim këto paragjykime? Paragjykimet do t'i zhdukim në dy forma. E para, që njerëzve t'u prezantojmë Islamin ashtu në origjinal siç është. Tufejli që ne e përmendëm më parë, në fillim mendoi se Islami është vërtet i vrazhd, por kur e dëgjoi atë drejt për drejt nga Muhamedi alayhis salam, e pranoi atë. Dhe sot praktikat po e dëshmojnë si të suksesshme këtë.
në Angli dhe në vendet tjera ku shpërndahen Kur'ana, janë të shumt ata që e pranojnë Islamin. Dhe çështja tjetër se si ne mund t'i zhdukim këto paragjykime ka të bëjë me veten tonë. Po e them me keqardhje të nderuar vëllezër dhe motra, ndonjëherë ne dhe Islami jemi të huaj për njëri tjetrin. Ne nuk arrim që Islamin ta përkthejmë në jetën tonë. Ne nuk e praktikojmë atë. Andaj edhe në disa raste ne bëhemi shkaktar që të tjerët të irritohen për Islamit. Elus Allahun xhallahu ala që ne të jemi prej atyre që me veprat tona e dëshmojmë Islamin praktik, Islamin original, Islamin e vërtet, dhe elus Allahun që Allahu të na bëj që nëpërmjet veprave tona njerëzit të udhëzohen në rrugën e drejtë. Agjerim të këndshëm dhe inshallah Allahu na mundson që të arrim shpërblimet e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.